Afrim Qendro, kreu i IKMT-s, vetëm në 2 javët e fundit mori nga buxheti i shtetit afro 3.1 miliard lek. Këtë e realizoi me rritjen e tij të kompanive që përfituan tenderat fiktiv në Bashkinë e Vlorës, Himarës dhe Tiranës. Në Bashkinë Himar, Qendro përdori direkt Start CO, kompani që ka në emër të bashkëshortes Anila Qendro. Projekti i Bashkisë Himar ka si objekt rikonstrukturimin e rrugës Milot Kallushi loti 2. Për këtë punë është përllogaritur fondi limit 104.126.667 lekë të reja pa përfshirë të vëshën. Tenderi u mbajt në 26 qershor 2026, ku të paktën sipas dokumenteve rezulton se ishin pjesëmarrëse 5 kompani. Duke konstatuar shkelje, Open Data Albania do të klasifikonte menjëherë tenderi me risk korrupsioni dhe do ta shënonte me flamur të kuq. Ajo që të bën përshtypje është siguria me të cilën e ka hartuar ofertën kompania kreu të IKMT-s. Propozimi 999 milion lek pa TVSH i Start CO SHPK është ndër më të lartët. Ndërkohë, operatori ekonomik PEVLA-KU SHPK ofroi të bënte këtë punë me 873 milion lek, por kishte edhe oferta më të ulta. Për shembull, kompania TG SHPK ofroi vlerën 739 milion lek. Gjithashtu, kishte edhe kompani të pakënaqura që e dinin se fituesi ishte i paracaktuar. Për këtë flet veprimi i firmës Rafin Company SHPK, e cila aplikoi ofertën me vlerë 0 lek pa TVSH. Si përfundim, ofertat më të ulta u hodhën në kosht, ndërsa operatori ekonomik kontraktues u shpall bashkimi Start CO SHPK dhe Via Next SHPK. Kështu më 27 korrik 2026, zyrtari që kishte deleguar Vangel Tavo i dërgoi qendrës formularin e fituesit. Distanca në të cilën do të shtrihet projekti është rreth 1 kilometër, pjesa më e madhe së cilës kalon në krah të Përrojit. Sipërfaqja përreth është një zonë me ritme të larta zhvillimi turistik, por edhe rezidencial në formën e komplekseve të mëdha të banimit. Segmenti i ri rrugor do të lidhet me rrugën kryesore nëpërmjet një rrethrotullimi të ri. Ndërkaq qendro nuk kënaqet me pak, për më tepër që po afron fundi i pushtetit dhe nxiton të marrë sa më shumë lek nga tenderat. Kompania bashkëshortes së qendrës mori paratë e blerjes së autobusëve të Bashkisë Himar. Objekti i tenderit ishte blerje 5 autobusëve për transportin publik, me fondi limit 833 milion lek pa përfshirë të vëshën. Start CO SHPK e ka marrë dhe këtë tender me flamur korrupsioni dhe me ofertë të lartë. Oferta e kompanisë së qendrës ishte 799 milion lek pa TVSH dhe u shpall fituese me 6 korrik 2026. Qendro duhet të sillte autobusët elektrik për sezonin turistik, por Tavo i ka lënë 3 muaj afat. Dhe me siguri kjo është koha për të sjellë nga Kina mjetet e transportit. Për këto tendera qendro duhet të ketë shkëmbyer mendime me mikun e tij kryebashkiakun Vangel Tavo, pasi këto ditë kreu i IKMT-s drejtonte operacionin për prishjen e një hoteli peskatësh në Himar. Kurse në Bashkinë Vlorë qendro është si në shtëpinë e tij. Për të marrë tenderin rikonstruksioni rrugës Herbert, kreu i IKMT-s përdori firmën Eral Construction Company SHPK që administrojnë të afërmit e Tina Progonati. Në lojë ishte fondi limit 280 milion lek nga të ardhurat e Bashkisë Vlorë. Tenderi u zhvillua me shpejtësi rrufe. Në 2 korrik 2026 u shpall njoftimi. Më 20 korrik u mbajt procedura me 5 pjesëmarrës dhe më 31 korrik Erali u shpall fitues. Sigurisht, pasi ishin skualifikuar të gjithë përveç kompanisë fituese. Përsëri tenderi meriton flamurin e korrupsionit. Erale mori tenderin me ofertën 210 milion lek, ndërkohë që RSM Company propozoi të bënte këtë punë me 182 milion lek pa TVSH. Ndërsa operatori ekonomik Mela aplikoi me ofertën 191 milion lek, por nuk mbyllet këtu. Bashkia Vlorë kishte mbetur pa kondicioner tani në periudhën e nxehtë të verës. Pra, edhe kontrata pajisje për sistemimin e ngroje ftoje me vlerë 125 milion lek pa TVSH i shkon qendrove. Këtë tender për blerjen dhe instalimin e kondicionerëve kompania Start CO SHPK e firmosi si fitues më 12 qershor 2026. Qendro ka krijuar kompani sipas llojit të furnizimeve që kërkojnë institucionet. Për disa lloje prokurimesh përdoret firma Ligus SHPK. Më konkretisht, tenderi i Bashkisë Vlorë ka si objekt blerja autobot dhe automjet lavazho për ndërmarrjen e pastrimit. Për këtë furnizim ishin ndarë nga buxheti 207 milion lek. Megjithse ka shumë kompani që mund t'i sjellin këto mjete nga importi, tenderi u zhvillua me vetëm një pjesëmarrës, Ligus SHPK. Më 14 korrik 2026, kryebashkiakja Brunilda Mersimi shpalli fituese kompaninë e qendrës, të cilin e ka mik të vjetër. Aktualisht kjo kompani përbëhet nga 2 pronar, Amarilda Çelaj dhe Erion Muçaj. Personi që ka hapur Ligus SHPK në mars 2015 quhet Natali Dhima. Në janar 2017, Natalia i ka dhuruar të gjitha aksionet e kompanisë Ligus një personi tjetër që quhet Shupo Qendro nga Progonati te Pelenës, që siç mësohet është njeri i afërt i Afrim Qendrës. Por 6 muaj pasi Shupo Qendro e kishte përfituar përmes dhurimit kompaninë Ligus, ka vendosur që në korrik 2017 të dhuroj 50% të aksioneve tek një person tjetër, që është Erion Muçaj nga qyteti Gjirokastrës. Të dy së bashku aksionerët rinisin në mënyrë të menjëhershme kapitalin e kompanisë me 74 milion lek të vjetra secili. Por në datën 14 tetor 2020, sërish Shupo Qendro çuditërisht vendos të largohet përfundimisht nga kompania Ligus, duke vendosur t'i dhuroj 50% të aksioneve të tij shtetases Amarilda Çelaj nga qyteti i Vlorës. Dhe për të mbyllur këto xhiro me paratë e buxhetit të shtetit, qendro do të favorizojë edhe me një tender tjetër. Këtë radhë nga kryebashkiakja e Tiranës Anuela Ristani përmes
mes drejtorisë së rrugëve. Objekti i tenderit është materiale për mirëmbajtjen e sinjalistikës Unaza e Madhe. Furnizimi është për llogaritur të kushtoj plot 600 milion lekë pa TVSH. Edhe ky tender është dekoruar nga Open Data Albania me flamur korrupsioni. Njerëzit e Ristanit thjesht kanë plotësuar letrat për fituesin e përcaktuar e Real Construction Company SHPK, që është padur më 10 gusht 2026. Me paratë e tenderave ngrihen kullat Luzaj Tower në Vlorë. Modeli i këtij biznesi është në çdo hap i lidhur me pushtetin. Kështu Afrim Qendro pasi siguron miliarda lekë nga tendrat ngre kullat në Vlorë, lenë të cilave ja ka dhënë kryeministri Rama. Gjatë kohës si ishte prefekt i qarkut Tirana, Afrim Qendro është shpërblyer me leje kullash. Miratimi i zhvillimit për ndërtimin e kompleksit Luzaj Tower, që përfshin 2 kulla prej 21 dhe 22 katësh, është dhënë për shoqërinë Real Construction SHPK, e cila është në pronësi të afërmeve të tij, Gramoz Qendro dhe Ervim Qendro. Kompleksi Luzaj Tower përfshin një kombinim të hoteleve dhe apartamenteve rezidencial me vendodhje strategjike. Afrim Qendro është kukull e telekomanduar nga Rama dhe bën gjithçka për kryeministrin pasi ai e ka shkëputur disa herë nga burgu. Qendro ka patur një sër detyrash të larta publike, ashtu si kurse politike, si koordinator elektoral i PS-s në qarqet e Tiranës dhe Vlorës, antar i Asamblesë Kombëtare dhe në Asamblenë e Tiranës. Ai fillimisht ka qenë drejtues i ndërmarrjes numër 1 në Bashkinë e Tiranës, më tej drejtues i Inspektoratit Ndërtimor të Tiranës. Qendro ka ushtruar detyrën e nën kryetarit të Bashkisë së Vlorës në vitin 2020-2021, ndërsa më herët ka mbajtur funksione të larta drejtuese në Autoritetin Rrugor Shqiptar, si zëvendës drejtori i përgjithshëm dhe drejtori i drejtorisë së projekteve të brendshme dhe të huaja teknike gjatë viteve 2013-2017, si dhe drejtori i përgjithshëm. Më 16 janar 2019 ish drejtori i ARSH-s Afrim Qendro është thirrur për të dëshmuar në prokurorinë e kryeqytetit në lidhje me skandalin e firmës DH Albania, e cila fitoi 2 tendera me vlerë 30 milionë euro, 18 milion për ndërtimin e lotit të parë të Unazës së Re dhe 12 milionë euro të linjës së tensionit 220 kV Burrel Peshkopi. Afrim Qendro dha dëshminë e tij përballë oficerit të policisë gjyqësore Ludovik Ndokaj për rreth 2 orë. Pas zbulimit të skandalit rezultoi se DH Albania tenderin e Unazës së Re kishte fituar me dokumente të falsifikuara. Gjoja ishte kompania amerikane. Administratori i kompanisë DH Albania, Avdior Dobi, kishte falsifikuar dhe përdorur më pas një vërtetim të lëshuar nga Departamenti i Shtetit të Delaware, ku tregoi se kompania Daniel Haberman, e cila pretendohet se është mëma e firmës shqiptare DH Albania, nuk kishte detyrime financiare në SBA. Për të mbuluar skandalin, Rama do të largonte Qendron nga drejtimi i ARSH-s. Në 22 janar 2019 në vend të qendrës do të vinte ish ministri i Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes, Sonila Qato. Më 18 nëntor 2021, kryeministri Rama do të shpërblente Qendron me postin e prefektit të Tiranës, ndërsa në 13 shkurt 2026 Qendro vendos kryetari i ri i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. Kjo lëvizje u bë pasi liroi vendin prefekti Shkëlqim Hajdari, ndërsa ky do të zvendësonte Dalla Ndyshe Bicin, e cila kishte dhënë dorëheqje. Ka pasur sinjale edhe nga organet shtetërore për abuzimet me tenderat nga qendrot, por nuk u kanë vënë veshin organet ligjzbatuese dhe prokuroria. Një prej këtyre procedurave të përfituara nga Start CO është edhe tenderi rreth 150.000 euro i Skerdit Drenoves, kur drejtonte OST-n për aplikacionet e MS. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, institucioni drejtuar nga Skerdi Drenova ka kryer shkelje të rënda duke shpallur fitues kompaninë e familjes Afrim Qendros. Audituesit shtetëror konstatojnë se pavarësisht se është oferta vetëm ekonomike, rezulton se operatori ekonomik Start CO nuk ka plotësuar të gjitha kriteret e dokumenteve standarde, duke u kualifikuar dhe shpallur fitues me pa të drejtë nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, kompania fituese për të plotësuar kriterin e punëve të ngjashme ka paraqitur 3 fatura të njëjta, duke trefishuar artificialisht vlerën totale të shërbimit. Pra, në këto kushte KVO nuk duhet të kualifikonte Start CO. A do të mundi të shpëtoj përsëri Edi Rama shërbëtorin e tij nëse SPAK i merr në dorë dosjet e qendrës? Ndoshta qendro e ka të qartë se mund t'i shkojë pranë Erion Veliajt. Prandaj është lëshuar mbi tendrat sikur të ishte dita e fundit në detyrë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.